A i keni parë ndonjëherë këtë bimë të vogël, që zvarritet pranë tokës dhe ndoshta e keni kaluar pa i kushtuar shumë vëmendje? Quhet qumshtoria e shtrirë, ndërsa emri shkencor është Euphorbia prostrata. Dhe sot do t'ju tregoj pse kjo bimë e vogël është bërë interesante edhe në fushën e përdorimeve medicinale. Por që në fillim dua të ndalem në te dy të dhëna shumë interesante. Ekstrakti i Euphorbia prostrata është përdorur në preparate për hemoroidet dhe është raportuar se ndihmon në lehtësimin e gjakderdhjes, dhimbjes, ëntjes dhe shqetësimit anal. Pra, një bimë shumë e vogël që shpesh me zi e vëmre është studiuar edhe për një përdorim kaq specifik. Le ta njohim. Euphorbia prostrata i përket gjinisë Euphorbia, një grup bimësh ku bëjnë pjesë shumë lloje të ndryshme. Ajo dallohet për mënyrën e rritjes së shtrirë pranë sipërfaqes së tokës. Si edhe te bimët e tjera të kësaj gjinie, duhet të kemi kujdes me lëngun e saj të bardhë, sepse mund të irritojë lëkurën dhe veçanërisht syt. Prandaj, fakti që një bimë ka përdorime të studiuara, nuk do të thotë që duhet ta përdorim vetë në mënyrë të pa kontrolluar. Dhe këtu vim te pjesa më interesante e kësaj videoje. Euphorbia prostrata është përdorur si burim i një ekstrakti medicinal për trajtimin e hemoroideve, të njohura ndryshe si majasol. Sipas materialit që kemi shqyrtuar, ekstrakti lidhet me lehtësimin e disa simptomave të hemoroideve, ndërto gjakderdhje, dhimbje, ëntje, kruajtje dhe shqetësime në zonën anale. Kjo është arsyeja pse kjo është bërë një objekt interesi për preparate të standardizuara. Por dua të bëj një dallim shumë të rëndësishëm. Kur themi ekstrakti i Euphorbis prostrata, nuk po flasim thjesht për bimën që rritet në tokë. Një preparat medicinal përmban një ekstrakt të përgatitur dhe të standardizuar në kushte të kontrolluara. Prandaj nuk duhet të themi mblidheni bimën dhe përgatiteni vetë në shtëpi. Kjo do të ishte e pasakt dhe jo e sigurt. Në disa të dhëna të hershme, është sugjeruar gjithashtu se ekstrakti mund të ketë rol në përmirësimin e simptomave dhe në mbështetjen e shëndetit të enëve të gjakut, por për pretendime të tilla nevojiten kërkime të mëtejshme. Pra, duhet të dallojmë gjithmonë atë që është raportuar nga ajo që është provuar përfundimisht. Një tjetër pikë e rëndësishme janë efektet anësore. Sipas informacionit të preparatit, disa persona mund të kenë shqetësime të lehta të stomakut, të përzira ose dhimbje koke. Nëse shfaqen simptoma të forta ose të vazhdueshme, duhet kërkuar këshill mjekësore. Po kështu, persona që marrin ilaçe për hollimin e gjakut ose disa lloje shqetësuesish, duhet të informojnë mjekun para përdorimit të një preparati të tillë. Dhe ka edhe një paralajmërim shumë të rëndësishëm. Gjakderdhja nga rektumi nuk duhet i atribuohet automatikisht hemoroideve. Nëse gjakderdhja është e madhe, ka dhimbje të forta, temperaturë ose shqetësime të tjera serioze, duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore. Pra, çfarë duhet të mbajmë mend nga kjo bimë? E para, Euphorbia prostrata ose qumshtoria e shtrirë është një bimë e vogël dhe e veçantë e gjinisë Euphorbia. E dyta, ekstrakti i saj është përdorur në preparate për hemoroidet dhe lidhet me lehtësimin e disa simptomave, si gjakderdhja, dhimbja, ëntja dhe shqetësimi. Por pika më e rëndësishme është kjo.
ekstrakti medicinal nuk është e njëjta gjë me përdorimin e bimës së freskët. Prandaj, mos e merrni këtë video si udhëzim për ta përdorur bimën vetë si ilaç. Unë gjithmonë dua t'ju sjell bimët që rriten rreth nesh, t'ju tregoj emrat, veçoritë dhe përdorimet që janë dokumentuar për to, por njëkohësisht edhe kufit ku duhet të ndalemi. Sepse natyra është e mrekullueshme, por edhe kurioziteti për bimët duhet të shoqërohet gjithmonë me kujdes dhe informacion të saktë. Nëse keni parë këtë bimë në baçën tuaj, në oborr apo në vende të tjera, më tregoni në komente. A i njihni si shumështoren e shtrirë, apo e kishit parë gjithmonë si një bar të zakonshëm? Dhe nëse ju pëlqejnë videot për bimët që rriten rreth nesh dhe historitë e tyre të veçanta, ndiqni baçën magjike, sepse kemi ende shumë bimë interesante për të zbuluar së bashku. Faleminderit që ishit me mua.